Mirëmbrëma, jam këtu si gjithmonë me mikun tim, zotin Sulejman Rexhepi. Mirëmbrëma. Sule, të kërkoj ndjes, po dikur unë kam pas parë televizor, ti e di që unë nuk shoh më. Po dikur si veja re që thonin sa fillonte emisioni, nuk i drejtoheshin publikut, po i thonin njëri tjetrit mirëmbrëma. Gjithkohon ishin bashkë jashtë studios, po mirëmbrëma. Faleminderit që pranove ftesën, faleminderit që më ftove, falsifitet, ne tash ju drejtojmë publikut, apo jo njëri tjetrin mirëmbrëma. Që një qerek hipokrizia jo, pa s'ka ne nuk prish po. Zbutet qerek, mirë. Të dashur miq, së pari ju kërkoj ndjes që sot nuk jemi në transmetim direkt. Ka i problem madhor. Ky çuni i regjisë ton kishte një takim të rëndësishëm pikërisht në orarin ton. Ne ju kemi premtuar që do jemi me ju në transmetim direkt dhe do ta mbajmë fjalën duke filluar nga emisioni tjetër. Prandaj çuni i regjisë është të ketë parasysh që të njëjtën në orën 19 ta heqi nga agjenda e takimeve të tij. Është çuni i zgjuar, ai e kupton këtë. Tjetër, si gjithmonë ju kujtoj, nuk kërkojmë të besoni ato që ne ju themi. Bëni kërkimet tuaja. Ky emision është për mendjet e hapura, sikurse kanalet tona në Telegram. Përsëris që kush dëshiron të na ndjek në Telegram, vetëm të kërkoj zgjohuni dhe ju dalin dy kanalet tona, zgjohuni dhe zgjohuni 2. Linkat e tyre, megjithëse ju vazhdoni të kërkoni, nuk ju e japim dot sepse nuk na lejon algoritmi i YouTube-s. Fillimisht, para se të kalojmë këtë tema jon, dua të sqaroj një komentuese që u përgjigja pak në transmetimin direkt, por të sqaroj pak më shumë problemin që ajo ngre. E nderuara Eriola Prifti, po përgjigjem për pretendimet në komentet tuaja se ato që unë them nuk janë në Bibël, po citoj komentin tuaj. Regjia, të lutem komentin e zonjës Eriola ose zonjush çfarë është. Ju shkruani, po citoj. Po qa pendimi flisni? Ju flisni me vëmendje materialiste. Thash, citoj qa shkruani juve. Flisni me mendje materialiste për gjëra të dimensionit të shpirtit. Po ku pendohet Zoti more? Interpretimi qëndron tek pendimi, këtë e thua ti, jo shkrimet. Atëre e nderuar, unë po ju citoj Biblën. Zanafilla 8:20. Atëre Noe ndërtoi një altar për Zotin, mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogj të pastër dhe ofroi fli mbi altarin. Bëhet fjalë kur Noe doli nga arka mbas përmbytjes madhe. Së pari herë flia pas ka qenë e bollshme këtu se Sule ka marrë nga çdo lloj kafshë këtu, merre mend se ka shku mali flis atje dhe çdo lloj zog. Mori po i kishte çift. Ky është problem tjetër Sule, sepse ishin çift, kjo mori nga gjithë nga një dhe tel problemi u fris çiftimi si u shtuan më mbrapa. Si u shtuan, po. Ky është problemi i madh. Megjithatë ka dhe një gjë. Pse Zoti do i kërkonte Noes të merrte në ark nga një çift, nga çdo specie, kur fare mirë mund të krijonte prapë ky, se ky i krijoi herë, i krijonte për zyti, apo jo? Inxhinieri gjenetike quhet. Nëse punë e Zotit ka mirë. Vazhdojmë. Zanafilla 8:21 e nderuar. Dhe Zoti ndjeu një erë të këndshme, dhe ai tha në zemër të vet: unë nuk do ta mallkoj më tokën për shkak të njeriut, sepse synimet e zemrës së njeriut janë të këqija qysh në fëmijërinë e tij, dhe nuk do të godas më çdo gjallësë siç kam bërë. E nderuar, nëse kjo nuk ju duket pendes, kur vetë Zoti thotë që nuk do bëj më atë që kam bërë, quajeni si ta mendoni ju më të arsyeshme. Për mua nuk ka problem. E nderuar, ju thoni se ne gjykojmë me mendje materialiste për gjëra të dimensionit shpirtëror. Atëherë, në këtë varg, siç shikoni, thuhet: Zoti ndjeu një erë të këndshme. E nderuar, nëse era e këndshme e mishit të pjekur që ndjeu Zoti dhe e nxiti kjo, të ndroj mendje, juve ju duket shpirtërore, është gjykimi juaj dhe unë e respektoj natyrisht. Kështu e mendoni, është problemi juaj. Në gjykimin tim, mishi i pjekur dhe era e tij e këndshme nuk më duken materialiste. Mua më duken materialiste, kërkoj ndjesë, jo shpirtërore. Çështje kanë vështrimesh.
Ju e shikoni ashtu, unë e shikoj kështu, secili vazhdon rrugën e vet. Ju përshëndes e nderuar. Edhe ju këshilloj, lexoni me vëmendje Biblën. Dua të falenderoj të gjithë ju që keni komentuar, si për përgëzimet dhe për urimet që na bëni. Njëkohësisht edhe për sugjerimet shumë të vlefshme që keni dhënë. Disa kanë lidhje direkt me mua dhe me Sulën këtu dhe janë të kollektueshme nga ne. Disa të tjera ju e kuptoni dhe vetë që kanë lidhje me investime të tjera që duke na dhënë ju pëlqimin tuaj, duke u regjistruar në kanal, na krijoni ne mundësi të tjera. Prandaj ju kemi kërkuar që të kanal. Të komentoni, bëni pyetjet, sugjerimet tuaja dhe na jepini preferencat për temat e ardhshme. Sotme. Do t'jetë Philip Schneider, i mbjetuari nga lufta me jashtëtoksorët. Unë do flas 2 fjalë fare, shkurt fare për portretin e tij, dhe pastaj fjalën do të ketë zoti Suleman që do flasë shumë hollësishëm. Phil Schneider ka lindur në 23 prill 1947. Prindrit e tij ishin Oscar dhe Sally Schneider. Oscar Schneider, i ati, ishte kapiten në marinën amerikane, punoi në mjekësinë bërthamore dhe ndihmoi në projektimin e nëndeceve të para atomike. Schneider ishte gjithashtu i përfshirë në projektin Udhkryq në lidhje me testet bërthamore në isullin Bikinin Paqësor. Këtu ka pas shumë gjëra, Sule, flitet që ndoshta do diskutojmë më vonë. Përmend që edhe ky për Që janë bombarduar dhe baza aliene atje. 2 bomba kanë. Në një konferencë në maj të 95-s, Phil Schneider deklaroi se babai i tij ishte gjithashtu i përfshirë në eksperimentin misterios të Filadelfias. Sule, ky eksperimenti i Filadelfias ka shumë pro dhe kundër vërtetësisë. Është, ai sa kemi lexuar, shumë interesant. Ne mundi që të trajtojmë një temë për këtë, se duke të interesante dhe Ishte në quajmë, po. Ideja është që eksperimenti ka ndodhur. Jo vetëm ka ndodhur, por me atë këti eksperimenti këta zbuluan diçka tjetër që se prisnin. Ta hapën portale përveç Sule, lutem mos na e ndiq. Kështu që Lutem mos na e ndiq. mendoj që në një moment caktuar pse jo mund të flasim. Mund të flasim edhe mos na i konsumo, të lutem se Mund të hapim. Atëri, vet Phil Schneider ishte një geolog autodidakt, ekspert i eksplozive dhe inxhinier struktural. Ka deklaruar se ka punuar në baza nëntoksore, apo jo, Sule? Po. 2 nga këto baza ishin të mëdhaja, duke përfshirë objektin e bioinxhinierisë në Dulce. Sule, është foto i qik, si që janë fotot e asaj kohë kështu i qik sheftas, apo jo, Sule? Ke më duke si skic më shumë Se sa foto, Be kemi më mbrapa, s'ka problem. ka materiale duat plot. Atere, ka dhe një gjë, Sule. Në hartën e presupozuar të bazave të jashtë toksore, Po. në botë, figuron një e konsideruar në Shqipëri. Diku në Adriatik. Regjia, të lutem, ke një materiale aty që thotë Shqipëri. Shqipëri thot. Është një, bravo. Shiko, Sule. Është në det. Në ndet. Po. Bazë e alienve, që këta i kanë vënë atë emërtimin Shqipëri, do me thënë, por që është diku në ujrat tona, dhe thot, përbal puljas jugore, në veri dhe në ndet, me ndikim në detet, kur thot me ndikim, ka parasysh aktivitetin e saj, e ke parasysh. Me ndikim në detet jonë dhe Adriatik, deri në Mëzde dhe shkëputjet shpërndara, kontrollon brigjet dhe aktivitetet deri në brigjet e Afrikës Veriut, e populluar, këtu fillon interesantja, gjithmonë miq ju themi që nuk jam bëjmë garanci ne që këto janë të vërtetat, bëni hulumtimet tuaja.
e populluar nga toksor dhe jo toksor. Sula do ju sqaroj më mbrapa që ka bashkëpunim në këto gjëra. Kur thuhet aty me origjinë siriane, bëhet fjalë për origjinë nga Sirius. Dhe mos mendoni që janë këta sirianët tonë. Sule, që kishte edhe bazë këtu pranë Adriatikut, aty thotë edhe që duken si irredentist, sikur nuk zbatojnë programet e qendrës. Tash ne shqiptarët kemi marrë nga ata apo ata kanë marrë nga ne, nuk e di këtë. Në fakt ne shqiptarët na thonë kështu, po kemi filluar vetëm në nënshtrohemi e bindemi. Ka mundësi hollësisht për këtë Phil Schneider në Sule. Hollësisht. Gjithë çfarë mund të thuash për kurreshtjen e shikuesve tonë. Të falenderoj. Faleminderit Max. Për të treguar, për folur përgjithësi për këtë temë pak e vështirë, se njerëzit thonë, jesh më shmene që toka është si strukturë, thotë që cila nuk mund të jetosh poshtë, thotë çudi e madhe, s'mund të jetosh. Kur i pyet njerëzit, po këto metrot si ndërtohen? Të shohin njerëz, po mirë metrot bëhen, thotë çka. Po kur bëhet metroja, disa kilometra, çfarë problemi ka të bëjmë qytet poshtë? Prapë të shohin shumë si mendohen. Paska rëshqit. Po paska rëshqit dhe të ka ikë mbretresha, po kjo temë është pse mendojnë që metroja u bëga si metrot e rusëve, them që janë 100 metra në tokë, janë nga më të thellat në botë, këta evropianë për një moti kanë qikë më të se këta. A me gjitha ta, për të reguar që si mund të ndërtua këto qytetën në kësoj, le të hapim një parantez, bëjmë një digresion të vockël, duke filluar nga 54, pse nga 54? Sepse në 54 ndodhi takimi i grive të vegjël me presidentin Eisenhower të saj kohe në bazën ajrore Holloman, New Mexico. Për të bërë këtë takim, pati një sinjalizim nga ajo e shtoqytur Federata Galaktike, është një federat prej 4, thot Steven Greer, prej 4 rase jashtëtoksore që tha mos u takoni me grit, sepse do mbeteni të varur nga ata, thot, janë rase negative. Kush janë këto të 4? Ta janë plejadianët, do flasim një herë tjetër për këto raca, akturianët e tjerë, cilët thanë, ne do të ndihmojmë në teknologji. Po, ky që shohim është pak a shumë si që shfaqet e Hollywoodit në thelb. Ta janë ngritë vegjël, një 20, një 30 në gjatësi, cilët janë një racë hibride, cilët nuk kanë organe të kemi mëlçi, zore, kështu këta, jashtëqisin nëpërmjet lëkurës dhe gjithmonë prania e tyre. Jashtëqitin e bëjnë përmes lëkurës. Nëpërmjet lëkurës. Dhe pranë tyre, gjithmonë qelbeter si kazanet në verë, si ku ka hedhur peshë, ka 2-3 ditë që ri peshë, një herë. Janë një rast, si që shikoni, janë pavesh dhe janë rast hibride e një rast e tjetër më të lartë se këta. Megjithatë, takime kanë bërë pikërisht këta, ose të paktën përfaqësuesi i tyre, Eisenhower, në 54 në bazën Holloman, New Mexico, ka qenë një prej tyre. Pati dhe disa takime tjera dhe sa herë që takoshin, ka qenë një përfaqësues tjetër. Udhëheqësi i tyre që i quhet udhëheqësi i madh i këtyre, vinin gjithmonë, jetonte në një vend të fshehtë, thoshin këta që quhet Krill. Ta bën një marrëveshje me amerikanët, e cila marrëveshje këta do të rëmbenin njerëz të ndryshëm, për problemet e tyre, dhe sa herë do të rëmbenin këta do të lajmëronin qeverinë amerikane që kanë rëmbyer këta dhe do t'i kthenin mbrapsht, po në të njëjtin vend ku i kishin rëmbyer. Me kusht që t'u kishin hequr kujdesën për ngjarjet që kishin ndodhur. Këtë periudhë kohore që i kanë marrë këta. Gjatë periudhës qoftë një javë, kjo 10 ditë, pavarësisht sa ishte qartë. Kur të ktheheshin mbrapsht, ta nuk marrin mend asnjë gjë që kishte ndodhur. Kusht tjetër që e dërgimi një ekipi prej 16 vetash të ushtrisë amerikane në planetin e tyre mëm për të parë teknologjinë e përparuar. Dhe kushti i tretë, pra pse e përmendë këtë, kushti i tretë që ndërtimi i bazave nën-toksore të përbashkëta midis elitës, do themi kësaj radhe, nuk po themi Shtetet Bashkuara, elitës dhe grive. Bazat nën-toksore do ndërtoheshin në Nevada, në Utah, New Mexico, Arizona dhe Colorado. Pikërisht aty ku shikohen dhe sot ato UFO-t mbi qiell. Sule, mund të ndërpres pak? Patjetër.
në atë faqe që unë mora të si të thuash hartën, foton e asaj bazës që është në Adriatik, më bëri përshtypje ngjësër. Baza të shumta, thoshte ajo, kishte në SBA, Më shumë pa. në Meksik dhe në Argjentinë, të shumta. Dhe si shembull në Rusi thoshte 5-6 baza të tilla gjithsej, por në këto 3 vende janë të shumta dhe e lidhte edhe me diçka tjetër Sule. Dhe sidomos pjesa e Amerikës Latine e Argjentinës, që ka dhe portale të shumta. Po. Do shta shpjegohet me këtë fakti që në këto zona janë më të shumta bazat si numër ishin bazat të shumta këtu. Shkoj ndjes që shkuta pa thjesht për shumë mirë për ta portale. bëri çik të Me që e pa hape më këtë temë, një nga portalet është Tërkën Qybermundës. Një nga portalet. ajo nëse Dulce konsiderohet si kryesorja e bioinxhinierisë në tokë, ajo e Bermudës është kryesorja në det. Ato janë Shumë konsiderohet, një temë tjetër se shumë e aty kemi thënë ka një piramidë qelqi. Po. Ky është simboli i bazës nëntësore Dulces apo Po jo? Dulce një po. I Dulces, ky është simboli i tyre. Pra, Shtetet e Bashkuara domenin teknologji përparuar, me kushtet, këto 3 kushtet e tjera, çfarë ndodhi në fakt? Eisenhower, me qesë ndërtimi i këtyre bazave në toksore, kërkonte një sasi të mëdha financiare. Krijuan në atë kohë me një dekret veçantë të Trumani, u krijua Majestic 12. Qa ishin Majestic 12? 12 magjistarë e themit, cilët më vonë 6 prej tyre hipshin llogari direkt grupit Bilderberg, që u krijuan 54, dhe 6 të tjerë që qeveria njëhe që komandonte, natyrisht dhe këta hipin llogari, po këta ishin që komandonin drejt për drejt Shtetet e Bashkuara. Në që në 55 më vure që grit nuk i respektonin me racë njerëzore, sepse u vure kishte kafshë sa kotuar në gjithë territorin e Shtetit të Bashkuara, si dhe trupa njerëz të gjymtuar. Çuditërisht në vendngjarje nuk gjendesh asnjë pikë gjaku. Dhe ndërhyrja që jo thjesht kirurgjikale, por asnjë mjek kirurg në botë nuk mund të realizonte të ndërhyrje. Ndërkohë u vure që këta kishin bërë marrëveshje edhe me rusët. Kur the për bazat, ne nuk mund ta dimë se rusët u del gjë. Jo, që është amerikanëve del lajm rusës u del fare. E kam parasysh. Flasja aty përmendesh që me vende, siç ishte kjo e rastit në Adriatik, përmendesh me vende, në mos gaboj 5 ose 6 baza në Rusi, kam parasysh si janë këto gjëra. Dhe kjo tjetra ishte me shumicë, Meksik, Argjentinë, SBA. Kjo është ideja. Do nxjemi hartë mrapa që nxori Filcnati, do çuditemi se sa baza kishte. Çfarë ndodhi? Duke parë se këta dyshuan që rusët kishin hyrë marrëdhënien e këta dhe më vonë u vërtetua që kjo e vërtet. Ngrit, të më thënë, foto 1, ajo greje që nxorë më të nxjinë dhe njerë, flitet që kanë qenë prej 5-600 vjetësh në tokë dhe janë autorët e krijimit të feve të reja, të kulteve të reja, dhe të shoqërive janë këta, dhe të shoqërive të fsheta. Mos, Ky që ka kriju Zotin toksore? Ky ka kriju Zotin që përmbyti botën? Këta janë zotat në fakt që përmbytën botën. Dhe ideja është që janë jo vetëm këta, por janë dhe gritë e lartë, janë 2-12. Këtë do pyesja, janë dy raca. Në fakt janë 3 raca. 3 raca gritë. 2 prej cilëve flet Filcnati, dhe e treta është që të 3 këta janë negativ në fakt, në thet. Janë 3 prej 14 racave që vinë vërdall ose janë në tokë. Nga trupat njerëzore të nxjinin enzima, hormone si dhe gjaku, duke kërkuar bënin një studime gjenetike. Pse? Sepse gjenetika e tyre filloi të prishej dhe kishin arritur një moment që nuk mund të riprodhoheshin më. Për këtë arsye kryesor është ADN-ja jonë. Çfarë ndodhi tani? Duke parë që nuk na respektonin, Majestic 12 hyrin kontakt me rusët, të cilët në një moment pranuan të 2 palët që po ndodhte njëjta gjë në 2 territoret dhe filluan të mendojnë për t'ju kundërvënë. Ndërkohë që s'flitet fare. Rusët dhe amerikanët vendosën të punojnë në 2 projekte. I pari quhet Joshua dhe i dyti Excalibur. Joshua ç'ishte? Joshua ishte një armë që ka për nazistëve gjatë luftës së dytë botërore,
e cila ishte aftë, punonte me frekuenca vdekjepruse të ulta dhe ishte aftë të çante muret e anijeve të tyre fluturuse. Që në ato vite. Projekti Excalibur, që një kokë shumë tonse, që ishte aftë të prishte bazat nëntoksore, të cilat ishin ndërtuar vetë Amerikanët dhe Rusët. Kupton sa interesante. Unë kam bërë marrëveshje me ty, ti nuk respekton më se e më i fort. Domethënë, këto unë nuk desha sot të nxjerrim kafshë sakatuar dhe trupa njerëzish që kanë rënë ajo. Jo, qartë. Gjithë Amerikën, por kjo nuk është goxha e njohur. Dhe këto dy projekte këta i realizuan dhe amerikanët dhe rusët. Por të dalim te një problem tjetër që nxori kokë te Covid-in 2020, miliardi i art. Ç'është ky miliard i art? Ka të bëjë me popullsinë. Qartë. Nga 8 miliard që na thonë, Qartë. zonë se janë 8, s'po i hym kësaj. Këta menduan që të reduktojmë në 1 miliard. Eisenhower në 57 shkruan një memorandum të fshehtë quhet Alternativa. Çfarë bën një fjalë për mbi popullinë e planetit duke ofruar 3 zgjidhje. Pra, kur themi Eisenhower, presidenti i Shtetit Bashkuara, ishin marrëveshje me grit. Pra, do jetojmë ne dhe këta do i heqim qafe këta të shumtit. Ngrënësit Ngrënësit që thot Grënës padobishëm tamam për pjesën tonë. Forumi ekonomik botëror. Grënës të padobishëm. Klaus Schwab, sot kemi në thelb është Bill Gatesi dhe teoria eugenike që kanë nxjerrë si flamurtar Bill Gatesin. I kanë gjatë jatit ai se dhe jati më Fiksë jati. Kjo teori fillon që me Robert Malthusin e famshëm. Zbatoi Hitlerin gjatë luftës së dytë dhe vazhdojmë me Bill Gatesin tani, i cili na do shumë xhaxha Billi dhe na nxjerr vaksina. Çdo 6 muaj nxjerr një vaksinë 3. Por e lëm këtë. Tham, zoti Eisenhower shkruan një memorandum të fshehtë quhet Alternativa. E para që me anë të armëve bërthamore do godisin stratosferën dhe do hapin një grop të madhe, do ndilte nxehtësia e tokës, do dilte dhe do largohesh. Varianti i dytë që shumë interesante, jashtëtokësorët dhe elita do të vendoseshin në hapësirë. Dhe në këtë rast, kur flitet për hapësirën, si fillim kishin Marsin, emri koduar i cilit që Adam, dhe u fol për hënën, emri koduar i cilit që Eva. Po mirë, Sule, të pyes, se të pyes ty, ta mësoj unë, edhe të kenë qartë edhe shikusit. Edhe regjia, se edhe regjia nuk e di. Edhe se ndërhyjnë është ai miq, është ai djali që e paralajmërova të mos lërë më takimin në orarin tonë. Do më pyesësh për Marsin që si jeton, jo, nuk do të pyes për Marsin, do të pyes për këtë. Pse duan ose më mirë, pse donin, pse e kishin në program që të dalin nxehtësia e tokës? Do ti pak më poshtë të shpjegoj. Po, patjetër. E mirë, se mos kjo prandaj. Jo, shumë mirë. Se duan të heqin nxehtësinë e tokës. Pse? Sepse këta po vetë ku do jetojnë, si do se pyetja Sule, gjithmonë është kjo. Ju thoni kështu. Pak si retorike pak. Jo, se ata e bëjnë nëpërsi njerëzit pyesin, ju thoni që hedhin gjurmë kimike, hedhin kështu. Po vetë ata ku jetojnë? Ja, pra. Kjo është pyetja gjithmonë që po ata vetë. Po do të ja përgjigjen tani. Të falenderoj. Dyshi është elita dhe jashtëtokësorët do vendoseshin në hapësirë. Bravo. Mars dhe hën, dhe treshi do ndërtojmë baza nëntoksore në të gjithë, në Amerikë sidomos, me që ishin në territor amerikan dhe ishë bërë marrëveshje, dhe ndërkohë dhe paralelisht, ndërkohë ata me Rusë dhe kishin bërë po të njëjtën gjë. Ngrënësit e padobishëm pasaj gjejnë vendin. Tashti, kishte një problem të madh ama. Po, ku do gjenim lekët për këtë punë, kërkon shumë të mëdha parash. Në këtë moment del një djalë i ri tepër interesant. Fal, pse ku do gjenin lekët? Ata i stampojnë bame. Nuk stamponin dot se në atë kohë që standardi i arit, në 71 muaj standardi i arit, kishte problem të madh. Dhe një i ri ambicios që punonte në Ministrinë e Jashtme, i cili tha, lekët që na duhet për ndërtimin e bazave nëntoksore do t'i marrim nga shitja e drogës. Dhe me këtë punë do me CIA. Ky i ambicios që është John Herbert Walker Bush. Babai i cilit Prescott Bush shiste naft naziste gjatë luftës së dytë botërore. Ky person që presidenti i kompanisë Zapata Oil, e cila merresh me përpunimin e naftës
me platforma në det. Dhe këto platforma e kishë në Miami poshtë, në jug. Një vend ideal ky për magazinimi, dhe më pas shpërndarjen e gjithë drogës që vinte nga Amerika Latine dhe që shpërndahesh në rrugët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është kjo temë vetë në qoftë se dikur mund të flasi me Manuel Noriegën e famshëm si ishte në borderon e CIA-s me $100,000 në vit dhe pastaj e morën zvarr Si shumë të tjerë. dhe si shumë të tjerë si ai. Si shumë të tjerë si ai. Kur filloi që të lëvizte pak atë që bishtin themin e zakonisht, Qartë, e morën e futën në burg 40 vjet. Pse e tham këtë deri tani? Për të treguar iden e ndërtimit të bazave në toksore. Dhe bazat toksore nuk qenë për ne konsumush. Njerëzit nuk e kuptojnë ke shumë drejt. Njerëzit nuk e kuptojnë që nuk bëhet fjalë për një bazë. Janë qytete të tëra nën tokë. Bazet janë qytete nën tokë. Mbas pak do tregojmë edhe hartën. Qytete ku lëvizet me trena magnetik, me ato që tash me ato që tash në Japoni thon shpike e fundit 600 km/h. Ato janë vend parë se ne shiko si na mashtrojnë. Thyen rekordin japonez mbi fjala 521 në orë. Tak del francesi, 527, unë thotë. Ne pjesë tjetër ku shohim lajmin nëpërmjet atij që ti nuk ke kohë që nuk shef në televizor, po sa taft këta francezë zhvilluar shumë. Tak del kinezi 529 thotë në orë. Si puna e parasysh shashkën që konkurencës në hapësirë, kush shkon hën, kush. Tash kthehemi prapë te tema që kemi sot ky zotnia që quhet Philip Otto Schneider. U hapëm shumë në fakt, mire këtë. Jo. Po duheshin ato për të kriju idenë e përgjithshme. Pse duhet ndërtonin baza? Baza ndërtonin që të rishin elita dhe pjesa sakt. Ashtu. Philip Otto Schneider ishte një geolog që punoi për vite me radhë për ushtrinë amerikane deri kur në vitin e largët 1979 pati një përvojë të jashtëzakonshme që do t'i ndryshonte jetën. Ngjarjen e bëri të ditur. Ngjarjen e bëri të ditur. Tu është në një moment konferencë, apo jo? Tu është në konferencë. Në një moment nga ato konferencat e tij që filluan nga 95-a, 7 muaj zgjatën sulë, se mas 7 muaj ja treguan vendin të shkret. Pa, ky ishte ti është për të heqë kapelen, ky është një zotëri që si trëm e syri, kur them si trëm e syri, as për FBI, as për CIA, pavarësisht në fund. Por dha shumë intervista dhe kjo që e 95-s, ku kishte dalë me Artofa. Do flasim për këtë. Po. Ashtu. Unë, pavarësisht që kam trurin tim, do përpiqem të përkthej sot vetëm intervistën e fundit që ka dhënë, sepse mbas ai intervistës se humbi jetën. 17 janar. Unë jam Phil Schneider, thotë, dhe kam punuar për 17 vjet në projektet e zeza që quhet, si geolog dhe inxhinier. Këtu pranë kam disa artefakte të ndryshme. Disa prej tyre janë materiale jashtëtoksor të krijuar në tokë, dhe që tani shfrytëzohen në avionët sekret. Të gjithë avionët e zinj dhe helikopterët e zinj në sipërfaqen e tyre kanë materiale të tilla. Materiale të tilla përdoren edhe tek nëndeset e tipit Phoenix. Në 47-ën u tha se diçka u rrëzua në Roswell, foto 6. Në New Mexico, por vetëm kaq. Ushtria e di shumë mirë për jashtëtoksorët, më se për shtadin. Foto 6 isha unë apo? O regjia? 6. 6 nuk jam unë. Po, është kjo këtu. Kjo foto nuk është ta mama. Po, pra regjia. Ushtria amerikane thotë e di shumë mirë për jashtëtoksorët për më se 70 vjet thotë. Këtu ku është sule? Roswell, kjo është në Roswell. Rënja atë në fakt ka një hile të madhe këtu, bëjmë një parantezë pra. Po. Po që se bëjmë emision tjetër. Kanë rënë 2 në Roswell. Kjo është në Socorro, është pak në veri të Roswell, aty ku u gjet një nga jashtëtoksorët gjallë, i plagosur për gjallë, i cili u quajt EB1, Extraterrestrial Biological Entity. Si e ka rrumbullak komplet kjo sule? Është dëmtuar, kurse një dytë dëmtuar ajo. Një dytë ka rënë dhe ajo është shkatruar fare. Tek ajo është shkatruara, për atë të flitet në fakt. Për të mbuluar këtë pjesën tjetër që gjetë një të gjallë nga dhe ai ka vdekur mas 4 vjetësh fakt, ka më të gjallë atë. Po ai Bob Lazari që fliste për Bob Lazari për të tillat në gjendje që për kërkonin ti kishin brenda ato te S4. Që kishin fut. I kishin 4 kur të flasin për Bobin. Po. Kur të flasin për Bobin. Atëherë ky thot,
Të gjithë informacionet për jashtëtoksor, teknologjinë e tyre kanë fshirur mjaft mirë nga publiku amerikan. Buxheti ynë thot për projekte zeza shkon 1.02 trilion dollar për 2 vjet, pra rreth 500 miliard dollar në vit. Dhe te këto hyn ndërtimit sidomos ndërtimi i bazave toksore. Aktualisht ekzistojnë 141 baza aktive, foto numër 8. 141 baza aktive në toksore në Shtetet e Bashkuara. Në botë thot ka 477. Ndërtimi i një baze në toksore kushton 70, kjo është hyrja në një bazë. Kjo që po shohim. Shikosh ndodh, të gjithë pikat që shohim aty, shikoj edhe. Po, në hartë. Po. I kemi dhe në dete dhe oqeane, të gjitha janë baza në toksore. Osule, të tregoj një video, se më kujtove më atë që the kjo është hyrja. Po, regjia të lutem atë videon që e kam titulluar Kamioni. Ta diskutojmë me Sulën. Edhe flasim gjatë kohës që është video aty, Sule, ha? Po. Ja, 1 minutë të nxjerrë regjia. Kamioni shkruan. Shiko Sule. Po. Shiko Sule sa interesante. Shikoj hyn. Shiko, ajo hyn aty, edhe shiko tash kemi një mal të tërë përpara që ajo nën kupton se çfarë ka aty. Ë? Shiko, është mal e gjitha, nuk është rrugë e zakonshme. Ky mund të jetë mali Shasta. Nuk e di. Është një nga në veri të Kalifornisë. Ka një nga bazat më kryesore që janë aty. Sule, interesant. Se njerëzit mendojnë që të fus dhe një video tjetër këtu Sule dhe vazhdon ti gjatë sekondë ti mund të flasësh, ë? Regjia të lutem atë që thot Dums. Deep Underground Military Bases. Po, bazat në toksore ushtarake. Dums. Këtë Sule e kam bërë me shpejtësi 2 fish për të fituar kohë, se ishte një 3 minuta. Dums, thot ajo. Baza, po. Shive Sule, është interesant. Mund të flasësh gjatë sa kohë, shiko. Këto shive tash duke parë dhe fol tash shiko. Shive sa interesant që është. Ndërtimi për ata që mendojnë çfarë është kjo bazë, shive. Ndërtimi bazave toksore kushton 70 dhe 90 miliard dollar dhe do afërsisht 2 vjet që të ndërtohet. Tani thotë është i mundësuar ndërtimi një baze brenda një viti. Një kolegu im ishte ekspert te krijeti i shpejt magnetik korridor që lidh gjithë bazat toksore në Shtetet e Bashkuara. Treni qëndron 2 cm mbi shinë dhe ne sipërfaqësisht nuk e kemi thot të teknologji. Tu tani do ndërhyjm pak. Ky bën fjalë se është në thepesa për trenat magnetik që sot i kemi në fakt në ajo që tham, që thyen rekordit francezët. Shive Sula. Pa fund. Se njerëzit habitën thonë si ka mundësi, si është. Mundet që edhe kjo është. Miq, shikues ju a theksoj që jam detyruar, se ishte shumë e gjatë video, jam detyruar ta bëj me shpejtësi 2 fish. Jam detyruar për të fituar edhe kohën edhe të mos ju lodh juve me këto pamje. Po është interesant, shiko, nga ajo rrugë ku del. Shive Sule ku del. Nga ajo pamje, shive ku del. Shive, qytet. Dhe në fund Sule ka pamje nga baza Dulce. Ka shkuar aty. Shiko tash, ka pamje nga. Do shpjegojmë që janë të lidhura. Tash. Vazhdojmë. Media thot në përgjithësi gënjen, ju dukemi si idiot. Ne duhet të themi të vërtetën që të marrim mbrapsht dheun ton, dhe nëse atyre nuk ju pëlqen, ne duhet t'i heqim nga detyra. Flet ka inat të madh, ka mbledh mirë ka. Nëse nuk del e vërteta, ç'kuptim nga ajo që ne e quajmë liri thon. Kam artefakte dhe fotografi që ju mund t'i shihni, por mos i prekni me dorë thot. I kam tavolin para kur flet. Qartë. Kam një copë metali nga përplasja në Roswell në 47-ën, të cilën e mora kur isha 14 vjeç. Kjo është një copë titani me të cilin ndërtohen avionët e zi. Pothuajse gjithë F-17 atë e kanë, po ndërtojnë avion hibrid akustik me shpejtësi supersonike që kanë armë me bazë grimca të ngarkuara. Nuk përdorin më lazer dhe në bord kanë radar kompjuterik. Në teknologjinë satelitore, shpika e re është teknologjia infrakuqe, tek satelitet që janë në orbitë në një distancë 240.000 kilometra. Tani shifre. Bëhet fjalë për orbitë toksore ba. Po qartë. Ka një rezolucion mjaft të lartë, të aftë të shikojë dhe një njollë të vogël në tokë. Rezolucioni thotë është 99.999.1%. Po thuaj se 100%. Qartë. Se kjo copë metali që po e hedh në tokë thotë dhe që kumbon si zile, e hedh në moment të plaka dhe kumbon të si zile, se dëgjova në. Nuk mund ta shkatrojmë dot.
Mund të duroj temperaturën, këtu fillon çudia, 4200 gradë Celsius. Ai përmban elementin 123 mironit. Ky është një metal që ndryshon strukturë. Shikon si kuptohen tani kur thon, ore po e shikoj tha po më ndryshoi formë tha. Ose u zhduk fare. Ose u zhduk, po zhdukja gjë më thjesht, ndryshoi formë tha. Siç ishte diska më u bë si këmban, thosh njëri. Ka ndë një copë tjetër metali e ndërtuar thot nga teknologjia të hirtëve. Ky material gjendet vetëm në hapësirë, domethënë është jashtë shoksor. Dhe mund ndrojë temperaturën 5500 gradë Celsius. Dhe është mjaft i përshtatshëm për disa pjesë të avionit. Me këto materiale kam punuar për ditë. Këtu mbrapa kam një hartë Groom Lake, foto numër 9. Groom Lake e parasysh që një është i thatë ai fakt nuk ka ujë. Ky është vendi thot ku ndodhet zona e njohur 51, S4 dhe S2. Te S4 ka punuar Bob Lazari. S4 është e Bob Lazarit, që ka punuar Bob Lazari dhe që flet për tentativat për të vënë lëvizje disjet ekzistuese, apo jo? Ndodhet, nënta. To janë baza ndërkombëtare. Ndodhet gjithashtu dhe baza e CIA-s ku bëhen provat nukleare. Më vonë u bë baza më e fshehtë në Shtetet e Bashkuara dhe ku punojnë rreth 80.000 punëtor me turne nga 12 orë. Shumica e tyre punojnë errësisht si ne. Ne ndërtuam 9 baza në toksore ushtarake me kapacitetin e një qyteti të vogël. Gjithmonë flet Schneider. Schneider po vazhdon. Thjesht po përkthej çka ka thënë. Çdo njëra nga këto thot me 7 kilometër kubë hapësirë. Pra ajo që çfarë ti pak më parë, ato janë tunelet, ato janë qytete. Edhe atje tregohesh nga ajo, ty në zgjerohesh pasaj gjithë. Arinë në qytet, arinë në dritën gjona. 7 kilometër kanë makineri shtata, foto shtat, kanë makineri që shkrin shkëmbje me anë disa lazer shumë sofistikuar. Sule, mu kujtu tash që edhe Costello. Po, edhe Costello, po edhe Schneider. Të njëjtën gjë. E përmendin që punohet me lazer në hapjen, punohet deri 7 miljen në ditë të ne, nuk është problem fare. Nuk është problem fare, por ka dhe gjë interesante. Faqet e tunelit janë të lëmuara si qeq, si xham. Si xham i errët. E çuditshme. Domethënë nuk ka nevojë për mirëmbajtje të tjera, të thjesht. 2 fjali më poshtë. E kthejnë shkëmbin në pluhur dhe mbetjet i shfrytëzojnë për ndërtimin e bazës. Kështu që nuk ju nevojitet çimentët. Pikërisht, e lëmuar si qeq. Teknologjia e re thot që përdorim ne në sipërfaqe është teknologjia e vjetër ushtrisë nën tokës. Unë mbi kyre sigurinë e nivelit të parë thot. Asnjë përveç meje nuk ka folur media për këtë dhe po shkel kështu një ligj federal thot. E dua vendin tim më shumë se jetën time. Para 2 javësh më qellua në shpatull. Bëhet fjalë për atë të FBI-s. Rastin e FBI-s, po. Për një kohë gjatë më mbronte një ish agent i FBI-s. Personi që më qelloi dhe që ishte edhe ky agent i FBI-s, unë e vrava. Sule, kush ka folën përpara, Schneider apo Thomas Costello? Costello se mbaj më në vitin, por Schneider është i pari. Costello është më mbrapa. Qeveria që sot është e fshet, na qeveri sigur të jenë mbretë kurse ne sklever thon. Ky është një sistem feudal dhe jo një demokraci. Ky është në fuqi rreth 350 vjet më parë dhe tani po kthehet prapë mbrapa. E flet qofse ne nuk bëhemi bashkët, ata do të na zhdukin një nga një. Thirrje të bashkim. Unë nuk jam në orator i mirë, thot, për kjo sallë duhet ishte plot që dëgjoj e vërteta dhe të përcjellet tek të tjerë. Unë po përpiqem në këtë fushë, por po ecëm pak avash. Tani vazhdojmë te. Unë isha i zgjedhur për të punuar tek projektet e zeza, sepse mentalisht jam shumë i fortë. Si tip thot, nuk më nxo paniku në presion. Isha vërtet i çuditshëm ky. Isha angazhuar në diçka të veçantë, pothuajse të pabesueshme për shumicën nga ju. Disa nga ju janë njerëz fetar, thot. Fillon të tregoj ngjarje tani dhe është detyruar qartë ju bëj para qartë. Keni kujdes në fjalë çdo ju them. Se ju jeni besimtarë dhe ndoshta keni gjykimin tuaj qartë. Dua t'ju njoh me disa gjëra të pabesueshme në të cilat kam marrë pjesë. Mora pjesë në ndërtimin e bazës të dytë non-toksorit në Los Alamos, New Mexico, aty ku është laboratori. Po në fjalë për laboratorin e bombës atomike. Ku në jugprendim ndërtuan nivelin toksore për masa 5 km kub. Si fillim hapin puse, tregon tani mënyrë si funksionojnë. Qartë. Shkojnë hapi puse me të ndryshme
me gjatësi disa kilometra. Kishin pajisje që shponin deri në 3 kilometra në ditë. Vertikalisht për flas. Qartë. Kur sondat ktheshin sipërfaqe të thyera, dërgonin gjithmonë një ekip prej 2 vetësh poshtë. Një ditë patin shpërthim dhe sipërfaqe doli një lëng i zigjur ku tërbonte. Menjëherë erdhën bereta thjeshile dhe zeza, forse speciale këto. E kuptova që kishte ndodhur diçka. Unë kisha djeni për agjendën e lietha. Të hirtët e mëdhenj ishin vendosur aty që para 450 vjetësh. Kur thotë mëdhet janë këto 2-10 gjatë. Ne shpuam pikërisht mbi bazën e tyre. U ulëm në kafazot në një nga puset që patën probleme dhe kur ndaluan poshtë shoh përpara me 2 të hirt, 2.1 metra. Gigant. Entitetet ishin të tmeshëm, tha, dhe nuk humba kohë, po u përpoqja të nxjerr pistoletën Walter PPK. Kështu ishin të pajisur këto me pistoleta. Unë isha inxhinier, thotë, ne nuk mbani vetëm pistoleta dhe jo automatik si forca speciale. Kjo Pistoletat zakonshme. Një pistolet PPK, Walter PPK, thotë. Kjo ndodhi, thotë, në gusht 89-ës. Unë vrava 2 prej tyre dhe të dini që janë të vdekshëm. Në të njëjtën kohë, thotë, një i tretë rrotulloi pëllëmbën para gjoksit në formë të tillë, kështu e shpjegoi në intervistë, dhe me njëherë më goditi një sirezë e blu e cila më hapi si peshk, thotë. Më doli gistat, foto nëmër 10. Në dorën e majtë mungojnë 3 gisha si që fletë aty. Dhe ishte si një forcë elektrike si ku goditi rufethat, sepse më doqë dhe gishat dhe këmës majtë. Më kujtoj vetëm era e djegësirës, ndërkohë që isha shtrirë për tokë. Ke dhënë materiali shumë regjisë dhe me zi për gjë 10. 10, ja këtu është, këtu të... Gishtat poshtë, si ka, me të dore majtë që gjeta të regon, po. I mungojnë. Qikot në mes fotografia është bërë ndërhyrje për ta... Pati ishte i djegur komplet. Si dhe këmba e... Nëse aty ke qendra e mezit, foto e mezit tregon ato që ai thotë që u hapa si peshk e kishte hapur. Se si shpreh këtë ka përdorur. U hapa si një peshk, si hapet një peshk. Këmbën e majtë kam dëmtuar dhe sot që po flasin. Një beret jeshile thotë ishte pas me dhe rrezikoi jetën e tij duke më tërhequr deri te kafazi. Shtypi butonin dhe u ngjitëm lart. Sigurt mos ishte e djathtë, nuk do të isha duke folur sot. Të gjitha këto sule në bazën Dulce, New Mexico. Pra, historia është në këtë bazë që diskutojmë, në bazën Dulce. Gusht të 79-ës. Po. Ai e humbi jetën e tij nga rezatimi. Atë ditë pati 66 viktima, 66 viktima, nga forcat speciale dhe personel ushtarak. Ndërkohë që qeveria e SBA-s gënjeu, duke mos përmendur fare rrezikun alien. U bë një luftë poshtë dhe po flas shumë seriozisht. Ushtria jonë, ushtria ruse, si dhe ushtrit tjera në botë janë konflikt vazhdueshëm me as të kësorët. Gritë e mëdhenj thot, gritë e vegjës, zvaranikët e tjera. Do me thënë, ajo marrëveshja që është bërë nga ish presidenti në atë kohë me gritë, nuk është se po respektohet. I fare nga gritë, sepse në thelb, jo vetëm gritë, po pjesa më e madhe e shtoksoni na shohin si kafshë. Në nivelin ka, pavarësisht pjesa më e madhe të tyre nuk duan të ndërhyjnë. 3 nga llojet e grive, për këshin tem tjetër. Na shohin si nuk janë negativ. Foto numër 12. Ekzistojnë, thot, 11 lloje të veçanta shtoksorë që jetojnë me ne dhe poshtë nesh. 2 prej tyre janë paqësorë. Disa prej tyre duhet braktisin tokën se ishin në sulmin e racat të tjera më agresive. Një nga këto raca ishin plejadianët. Plejadianët janë të gjatë, sy boqell, ata që i quajnë dhe nordik ndryshe. Edhe ata dhe me flok tepër gjatë. Një nga plejadianët nordik, po. Ishte Maria Orsic, Kroatia, lindur 895. Maria Orsic që pse është interesante kjo femër, flok gjata që ishte personi që krijoi shoqërinë vril. Bjonde. Po pse thon për bjondet ndryshe më mor? Kjo. Po jo bjonde tjetër. Maria Orsic u zhduk 45 në ku mor vesh ku shkojmë. Po shoqërinë vril të nazistëve e krijoi Maria Orsic. Temë interesante ajo shoqëria e vril e nazistëve, sule edhe për atë mund ndalojmë çikse. Po sigur në gjyqin e Nurembergut ishte i marrë me pjesën ezoterike e nazizmit, do ishin zgjidhur shumë probleme. Nuk do vim ke ezoterizmi se është pjesa e çunit të regjisë, po. Po mirë, vazhdoj me filmin. Le të ngrej dorën, thot, kush ka dëgjuar për Billy Mayer, ngrej dorën gjysmë sallës.
Billy është një njeri me fatër që ka takuar jashtëtokësorë pozitiv që janë këtu për të na ndihmuar. Kam këtu një fotografi të jashtëtokësorit që ka punuar për Pentagonin për 58 vite rresht. Fotografia numër 3. Këtu pse i fillon të bëhet interesante. Po edhe këto që ke thënë interesante janë. Prit se këtu kemi çik bëhet më. Emri i tij është thot Valiant Thor. 1 minutë, su le ta nxjerrë regjia treshin. Nuk kemi ngut. Vazhdo me 4. Është një fotografi e bërë brenda në anije. Ajo. Koordinimi jot me regjinë shumë e për të bukur. dëshiruar. Lë pa, kemi ngatruar. Bëjmë dhe po. Kjo këtu tani është shumë interesante. Ky që përmenda Kush është ky i rrethuari me Ky rrethuar është një jashtëtoksor. Ky rrethuar është jashtëtoksor. Po, ai mbrapa të rrethuarit është babai Phil Schneider, Otto Schneider, ai që ka marrë pjesë edhe ke eksperimenti i Philadelphias dhe ka marrë pjesë tek prodhimi i bombës atomike. Qartë. Të gjithë ata që janë aty në fotografi janë shkencëtar. Po. Natyrisht Otto Schneider që një nazist, merremi vesh. Janë nga ata që shpëtuan nëpërmjet operacionit paperclip të Vatikanit që i qenë në Amerikë. Ai është i jati, Otto Schneider, dhe aty është drejtori ai mbrapa, John von Neumann, është drejtori i eksperimentit Rainbow. Mbrapa kujt? E shikoni që ka dorën gratmajtë aty që ka dorën te tavolina, ai është John von Neumann, drejtori i Rainbow quhet, i zhdukjes eksperimentit famshëm të Philadelphias. Jam. Dhe kjo foto është bërë në një nga sallat e USS Eldridge, që u përdor të eksperimenti i Philadelphias. Kjo foto ka lidhje me eksperimentin e Philadelphias? Po, është bërë pikërisht në atë kohë, domethënë kur kjo foto është bërë në gusht të 43. Qartë. Dhe ishte fiks në atë kohë këta ishin çunat ishin Tesla ju tha fakt për atë eksperiment fantastik, mos vini njerëz, mos provoni më me njerëz brenda. Tesla ndërkohë kishte vdekur, ishte bërë prova një herë bosh me anijen bosh, anija u zhduk. Pse u bë një eksperiment? Të fusim çik u bë sepse kishte probleme të mëdha me ndërtesë gjermane në Atlantik. Po shkatroni çdo anije që kalonte. Dhe thanë si të realizojmë një plan, bëjmë një plan, të realizojmë zhdukje nga radarët e anijeve. Qartë. Këtu lindi ideja e eksperimentit Philadelphias, që realizuan fakt. Fotografia po thashë është bërë në gusht 43. Ky person thot për atë, mos e hiq fotografinë, po. Ky që është rrethuar me atë të kuqe, nuk ka ndryshuar fare për 58 vjet. Asa doja të isha si ai dhe unë. Të kujtohet Highlanderi në filmat e parë që vinte nga mesjeta, e lundë ai me syt vëngër, një artist francez edhe më edhe qeshim ne, po ç'është ky pse 500 vjetësh ky? Në shpata bambu. Highlanderi. Se si ka ardhur thotë se ja kam iden, siç më kanë thënë ka filluar të punojë për marinën dhe operacionet ushtarake në 37-ën apo në 38-ën. Ka deklaruar se gjatësia e tij biologjike ishte 490 vjet. Kishte një pamje të këndshme humanoidi, kishte 6 gishta në përduar në përkëmbë, kishte një zemër tepër të madhe, një mushkëri gjigande dhe një rrjet kardiovaskular të madh. Gjaku i tij kishte për bazë oksidin e bakrit si oktapodi. Kapaciteti i trurit që 30 cm2. Më i madh se yni. Koeficienti inteligjencë ishte jashtëzakonshëm, 200. Kapaciteti kub. Centimetër kub. Po. Kub. 300 cm shumë i madh. Po ta vështirë ka çka e madhe në raport me koka madhe nuk tregon gjithmonë që ke tru xhanën, po hajde më. Jo, këta janë fliste rjetshëm, shkri regjia me këto që themi ne. Fliste rjetshëm. Regjia nuk tregon vërtet koka e madhe nuk tregon gjithmonë që ke tru. Zotris, është e thënë, se edhe duçe ishte. E pra, s'ka tregon gjithmonë thënë. Fliste rjetshëm 100 gjutë huaja. Pata fatin të takoj njëherë, ata nuk e japin dorë. Ka një farveshje hapësinore dhe negativ apo pozitiv qofshi. Ata mbajnë gjithmonë me vete farë bizeles, sëmundje dhe baktere që për ne janë vdekje prurse. Duhet të kem në gen edhe unë jashtë toksorës. Që mba në gjeti me vete. Jo, nuk maj me vete kështu, por nuk kam shumë qef me dhëndorën. Dorën s'kam filluar se japës unë përshëndesje japoneze tani. Ti këtë e ke marrë nga unë xhanëm, pse po unë duhet të kem në gen kështu në toksor. Kështu si mund ta dim thotë që sëmundje si HIV, Ebola, Hamta dhe të tjera nuk i krijojnë jashtëtoksorë si armë biologjike kundër njerëzimit.
këtu jam 100% dakord me këtë. Jam I lodhur tashmë që amerikanët heshtin këto. Në 46-ën lëshuam 4 bomba atomike në ishut Bikini në pajsorin jugor, të që përmende. Atëherë. Kam fotografi origjinale këtu thot që tregon një anije gjigande jashtë toksorit në fund të avionit amerikan në momentin e krijimit të rreth kërpullës. Në 47-ën, pas përplasjes në Roswell, ushtria I parapriu Senatin. Të gjithë kërkuan të vërtetë nga Senati, por ky gënjeu tha. Sule, se u lodhe. Më kujtove këtë Bikini. Bikini ato. Vendi I bombës parë. Po, hodhën dy, tha. I bombës parë. Njihej që nga marsi I vitit 40 që aty ka pas një bazë të pa autorizuar, nëntoksore në New York. Në New York, po. Po. Dhe gjithmonë gelet sa janë të vërteta gjërat, të kupton. Japonezët flitet që në atë kohë takoshin me alienët. Flitesh. Edhe u bën shqetësim se alienët por humbenin njerëz në rrugë. Edhe situata është përkeqësuar aq shumë sa segment të caktuar në qeverinë japoneze shpresuan që të vinin amerikanët ta merrnin isullin, ato linë që të shpëtonin këta nga këto lloj telashesh që kishin bile thuhet që generali Patton dhe MacArthur Ky MacArthur ishte veprart, ishte kanë paralajmëruar lufta e ardhshme botërore do të jetë me njerëzit e yjeve. Po. Pra diçka kanë ditur. Natyrisht. Apo jo. Dhe flitet njëkohësisht gjithmonë kur themi për këto gjëra flitet sepse flitet që një pjesë e teksteve që justifikoheshin si tekste bërthamore, si prova bërthamore, në fakt ka qenë sulme mbi bazat e alienëve nën toksore dhe nën ujore. Nuk e di sa është e vërtetë. Prandaj edhe them flitet. Ke në gjë për këtë? Shiko, filluan që në fillim si stash, bazat toksore pavarësisht në shkrimit të Eisenhowerit të asaj të fshetës që tham alternativa, kishë filluar të ndërtoheshin, por shumë rrallë. I ndërtonin vetë grit. Në 54 këta morën, si të thush, me firmën e Eisenhowerit, morën drejtën ligjore për ndërtuar. Ndërkohë kishin ndërtuar, nuk ishin kjo herë e parë që ndërtonin, por shken shumë pak. Dhe edhe Hollywoodi kanë bërë film për këto, ku se si ne godasim bazën toksore dhe hyjnë forca speciale të ushtrisë për të këta nuk ishin fare respekt për ne. Natyrisht në teknologji ishin shumë vite dritë përpara nesh dhe nuk kishim respekt. Filluan të gjyk, nuk I kthenin më mbrapsht. Thuhet që po të morën grit nuk kthesh më mbrapsht. Dhe këta merren sidomos tha me ADN-n to. Në atë që theti Sule, që thotë ky Schneideri, janë 11 raca të ndryshme. Po. 9 janë. Asnjë ishte disa pozitiv. 2 prej tyre janë paqësore në raport me njerëzit, por 9 nuk janë shumë miqësore. Janë asnjë të 103. Jo shumë miqësore. Por me aq sa di unë, që nuk di aq sa di ti, jam I detyruar ta pranoj miq. Regjia thot ju bëj shefi që më në fund e pranova. Ja, do më gjesh një stand ma se durne ato me kohë, se ka merak. Në dinin time, pavarësisht se I shohin njerëzit si burim ushqimi. 9 prej tyre racave nuk janë kanibal të mirë fillt. Jo. Nuk janë kanibal të mirë fillt. Shiko çfarë. Po përdorin sekrecione të gjëndrat. Që ta marrin vesh ata të regjis, që di kam dhe unë diçka. Përdorin sekrecione të gjëndrave të njeriut dhe të kafshëve për të bërë ato përzierje të tyre me vitamina edhe në ushqimin e tyre. Pikërisht sidomos gjëndrat mbi veshkën janë është e çuditshme. E morë veshkën ja. Edhe ajo që përmendet ti të zotat e emisionit shkuar që u përgjigjes së zonjës, te era të ndryre. Era e këndshme. Po kush e këndshme? Kishte era dhe era. Te gjëndrat ata ishin, se e përmend ky në një moment këtu, ku më paraprive, gjëndrat për ta janë si që është droga për ne, thotë Schneideri. Shkojnë në ekstaz, shumë e çuditshme.
tek ushqimit, ajo që ka hanë, ajo që ka hanë e përmend Costello atë. Sepse është pyetur shumë analitik te kjo pjesë. Ajo, sa e Costellos është i çik më çika rënd ajo. Është më ndryshe. Se njerëzit ajo intervista e Costellos, Suleng në ato që un kam lexuar, është duke qofse është e vërtet, unë shpresoj, uroj të mos jetë e vërtet, dyshoj që është e vërtet, por ajo shumë e frikshme. Unë besoj 100% se thot gjëra që thot për teknologjinë që qëndron, ata përdorin magnetizmin, nuk përdorin fare këto. Ai pikërisht ky është problemi që ai thot që nuk janë të interesuar për ne apo për burimet tona, por për fuqinë magnetike të tokës, të cilën ata e përdorin në një formë që ne nuk e dimë se si e përdorin. Në fakt, motori magnetik i Teslës e përdori Tesla te objekti fluturues. Tesla doli intervista, objekti fluturues është quhet motori magnetik i Teslës. Sa që s'ka as Costello kështu thotë, domethënë ata e përdorin, janë të interesuar për fuqinë magnetike të tokës, që e përdorin thotë në një formë që ne nuk e dimë. Miq që na ndiqni, Thomas Costello ka qenë shef sigurie në bazën Dulce, flasim i çik më mbrapa. Po të kërkoj ndjenjë Sule, po thjesht për plotësuar njëri tjetrin, siç kemi thënë. Po. Vazhdojmë me këtë se shpërndajemi. Po. Pyetja thot është se kjo e fshihet nga publiku ku janë fakte, thot pyet vet Schneider. Kam këtu disa fakte në tavolinë, thot. Disa nga ju mund të jenë skeptik dhe të mendojnë që mund të mos jenë vërteta. Kjo cop metali që mbajnë dorë quhet karbonit. Metali më i rënd në botë, elementi 140. Kjo cop metali peshon 430 gram dhe është 3.5 herë më i rënd se urani dhe nuk mund të emetojë rrezet gama, nuk mund të ketë izotope. Është totalisht stabil. Shumë interesant sepse ky material përdoren në gjithë avionët sekrete në det të Phoenix. Kur i vishet avioni nuk i ka dalin. Ky e thot 95-ën. I bie që këta e kanë pas qenë 70-ën këta. Dhe ne na tregojnë çuni mirë, çuni keq, Rusi, Amerikani, ndërkohë problemi nuk është me këta. Sule kishin ra dakord ata. Trump e Putinin 2 orë bisedë, kishin ra dakord, nuk do të godaksin më sistemin energjetik të Ukrainës. Zaporozi me fjalë ta ndajnë bashkë, Kishte dhënë urdhër Putinit që të mos gëditet më. Apo miqi kanë marrë vesh. Kjo është e fundit. E ke edhe në kanal po ti s'ke hyrë sot në kanal për të lexuar se ke qenë duke u përgatitur për këtu. Vazhdojnë këta ekspertët të tregu se çfarë do ndodhë, se morin vesh që është marrëveshje. Nëse kur kombinohet me elemente të tjerë jashtëtoksor, bëhet i pamposhtë, thotë. Nuk mund të shkrihet me armë me bazë grimcat e ngarkuara. Në kombinim me elemente të tjerë, mund të ndrojë temperaturën rreth 163.000 gradë Celsius. Sa? 163.000 gradë. Që do të thotë, hykran dhe diell brenda këta si që ka gjë. Po. Po, me këtë temperaturë po. Tani të përgjigjen dhe ty atë punë e hënës se më kapi tani çikinati. Se i ti e partizan që s'janë ullur këta. Është ai Brezi Van Halen që na thonë ne që s'ka lohet ai se. Po, Van Halen. Ko ç'a thot ky me ç'a mund të vishin. Ti kam parë video Sule që thuhet, që thotë që NASA pranon më në fund që në hën është një bazë ruse 70 vjeçare. E ka pranuar NASA. E kam parë mbrëm këtë. Dhe kjo për hënën do flasim. Është një bazë ruse 70 vjeçare. Se ka dhe shumë poezi për hënën, si është. Ai çuni regjist për shembull që ka atë takimin mund ta ketë në rrezet e hënës për shembull në orën 7 që detyrohemi ne bëjmë regjistrim këtë. Pyeni. Ai ky çuni regjist. Tani çfarë thot ky? Këtë material thot e provën jashtëtoksor dhe shpjesë teknologjisë tyre. Ky material mund të ketë, dëgjoj këtë, 15 struktura kristalore të ndryshme. Një ballafaqim me atë që thot Bob Lazari. Ai përmend elementin 115. Po prit tani. Ku është ndryshimi me këtë material? Sepse Bob Lazari kur flet për hollësi për ato disjet e ato tjera, ai përmend 115-ën. 115 nuk e kemi ne, është jashtëtoksor. Pra kryqin qesh duke e bërë kështu për pak Sule. Kujdes me. 115 është karburanti i anijeve të tyre në fakt kuptimi. Që përmend Bob Lazari. Po.
Është pikërisht, ai e kontet me grincat ngarkuara në atë motorin e tyre, ajo shpërbëhet në antigravitacionali, po duhet flasë për se që këndshme, shumë i këndshme. Çfarë thot ky? Vazhdojmë. Unë jam geolog dhe para 15 vjetësh dija që ekzistonte material me 6 struktura kristalore. Ky është elementi 140 thot. Po flasim për tabelën e Mendelejevit gjithmonë. Dhe po të shohim sistemin periodik na thotë që ka vetëm 104 elementë thot. Na gënjejnë dhe na mashtrojnë thot. Çudi. Ne duhet kërkojmë vërtetë. Mua nuk më pëlqen konflikti thot, por kë më duket se e vetmi alternativë. Tani do t'ju them, këtu është e bukur kjo. Do t'ju them planin e jashtëtoksove që është një gjë mjaft e tmerrshme. Plani është që të vendosin kontrollin global mbi këtë planet, duke eliminuar thot rreth 6 miliard njerëz deri në 2029. Erdhi. A folëm agenda alienene para Folëm për shumë se kanë kuptuar atë që tham. Po s'ka gjë, marrin s'ka. Edhe këtë shumë do kujtojnë se është për altë. S'ka problem. Shikoj çudia tani midis nesh tani. Se harrova. Jo, midis nesh po duke dëgjuar gjithë. Leta dëgjojnë kush ka mendet. Folëm dhe kishte 900 kusur view. Pikërisht ajo që është thelbi i jetës tonë fundit, po të them që do na qërrojnë, këtu ka 960 ca, këtu tjetër 2000 ca. Pikërisht si çfarë thotë ky? Ushtria amerikane thotë e di që prej 45 vjetësh këtë plan. Dakor? Këta thotë se ky thotë ka bërë kontratë me ato që qeveria është kjo thotë që ka ngaluar dhe nazistëve, thotë si bën marrëveshje ti me jashtë rastoksore, thotë që të marrin racën tonë dhe të kryejnë eksperimente mbi to. Dhe si kthehen më mbrapsht. Ata të sakatojnë, nuk kthesh më me se ka dhe raca tjera që ka treguar shumë të vërtetë dhe kanë kthyer mbrapsht. Ti thua që ata të sakatojnë. Me grit, domethënë thuhet që nuk kthesh më mbrapsht, jo, po të morë. Nuk e vën dyshim këtë, jo, po përsërisja domethënë për të treguar diçka. Unë të kërkoj ndjes që ndërpres. Jo, bëre mirë se... Por, do me thëmë, për ta bërë bashkë bisedime dhe për të shtuar diçka, fare pak në raport me atë që thua ti gjithmonë. Si ka filluar, si të thuash, të dali zëri i bazës dulce. Të dali si zë. Po, të thonë që ekziston dhe kjo. Në fund të viteve 70, flasim para se të fliste Schneider. Po. Daily Express, gazeta, ka shkruar, s'po përmend emra se janë plotshme, s'ja vlen, që në shkretirën e New Mexicos është njoftuar një tashmë ish oficer policie, janë gjetur lop, të sakatuara, jo thjesht të grabitura, të therrura kështu. Është krijuar një komision pasaj që ka vajtur, por interesant është që është gjetur një fetus që thuaj se ngjante një kryqëzimi midis njeriut, majmunit dhe bretkocës. Pra, të krijonte kur e shikoje fetusin e vdekur dukesh diçka njeri, majmun, bretkocë. Dhe ka marrë pjesë edhe një nga Tom Adams nga Parisi në ekipin që është krijuar. Kanë vajtur në fermën e atij zotërisë që ishin gjetur lopët e sakatuara. Edhe u bën kurioz tash për të ekzaminuar vendin. Cili ishte kriteri, se nuk dinin çfarë ndodhte, po cili ishte kriteri që zgjidhesh kjo lop dhe jo kjo lop, si më thënë. Po. Dhe nuk thash, nuk theresh. Po hapesh, sakatohesh aty. Edhe kanë mbledhur ky grupi, ka qenë dhe një shkencëtar pension në atë kohë, Howard, kanë marrë 120 gjedhë të këtij fermerit, ku janë gjetur këto. Dhe i kanë nënshtruar vëzhgimit të ultraviolet. Dhe kanë konstatuar veshje djathtë.
krahu i djathtë, qafa dhe gjithë pjesa e djathtë, me një shkëlqim që i pa përcaktuar. Por nuk ka pesh kështu. Pra kanë teknologji jashtë i shikonin përpara dhe i vendosin që kjo do merret, kjo do merret, kjo do merret. Dhe pikërisht në këtë zonë, në atë kohë, flas, ki parasysh shumë para se të dilte muhabeti Schneiderit apo i Thomas Costellos, kishte shfaqje të dukshme të dritave, të objekteve, të cilët tyre. Dëshmitarët më të mirakular janë indianët e rezervateve, sepse aty ka shumë rezervate. Pra ka filluar me Ata ishin kaq i zakonshme për ta shfaqja e këtyre drita dhe ulja e këtyre por s'dua të futemi te pra ka filluar ky problem shumë herët. Ka filluar kështu duke u diskutuar, domethënë edhe kjo ferm ka qenë rreth 13 milje larg bazës aktuale të Duçes. Kështu ka filluar kjo histori me sakatimet që i kanë gjetur, janë gjetur aty maska, kështu antigaz, janë gjetur ca shkopi të çuditshëm që ishin rezatues, që me sa duket janë harruar jashtë, kush e di se është puna. Duhet i themi njerëzve mos hym te këto se çfarë thotë ai aty eksperimenti janë të merr i madh në Dulce Baza. Dulce Baza ka 27 nivele. 9 të parat kishte akses Costello. Deri te 9-ta nuk shkonte dot, rasenzori nuk shkonte dot më poshtë. Por kur themi sakatuar, nuk i gjendesh një pik gjak, qoftë trupat njerëzor, qoftë kafshët, asnjë pik gjak. Edhe të bëjë që di luti mes, fillon shkencëtar, doktor, sonë doktor, kirurg. Po si mund ta realizoj këtë raca njerëzore? Jo, nuk është njerëzore. Jo, nuk realizohet kjo. Kjo merrni sidomos organet gjenitale, pjesën e të veshkat, po shikonin kafshët ato si s'ka i pik gjak rreth rrotullit. Kush e ka bërë këtë prerje? Asnjë pik gjak. Se me çaj eksperimentesh, ata janë shumë larg, me thënë drejtën. Dhe si vlen kjo pjesë. Ata s'kishin, nuk kanë respekt për ne, nuk na shohin në nivelin e kafshës. Edhe mos hymte pjesë është merr i madh aty pse çfarë. Edhe te Costello po e bëm mirë. Jo, Costello, shiko, mund ke Costello më bën përshtypje kjo gjë, Sula. E përmenda pak çfarë edhe me djalin e regjisë. Në nivelin 4, thot Costello, në nivelin 4, kryen studime, pra, miq, kur flasim nivelin 4, flasim nivelin 4 të bazës Dulces, flasim jemi përqendruar ke baza e Dulces, që është baza kryesore, presupozohet bioinxhinierike. Në nivelin 4, thot, kryen studime jo konvencionale, si kërkime në aurën e personit njerëzor, telepati, hipnoz dhe ëndra. Njëkohësisht, thot Costello, ata ishin në gjendje të ndanin trupin fizik nga shpirti. Ta bënin, se kjo është e tmerrshme. Ta bënin, thot, të disponueshëm shpirtin për një entitet tjetër. Për një klon tjetër. Po pra entitet tjetër, pra krijojnë një klon tjetër, marrin shpirtin. Ty të të bësh typshëm, imagjino. Mos marrin do të mbëjnë ata se unë jam origjinal fare xhanën, po. Po, kjo është e tmerrshme. Domethënë, gjithmonë duke thënë që janë apo s'janë të vërteta është gjykimi i gjithë secilit. Po s'janë vërteta Hollywoodi pse I bën film? Është e tmerrshme të ndajnë trupin fizik nga shpirti dhe atë e bën disponueshëm për një entitet tjetër. Entiteti tjetër kuptohet është entiteti përgatitur nga këta. Përgatisin entitetin tjetër, I fusin shpirtin, klon 100% saktë. Fusin shpirtin e këta. Janë gjëra të frikshme. Dhe futja dhe shpirtit, kjo që kalon, domethënë, futja dhe shpirtit bën që ti I shkon familjes. Një familje që ka humbur, themi burri, dhe një ditë bukur ai vjen troket ndër dhe është njësoj s'ka si ndryshim fare. Dhe ka dhe shpirtin, kupton çfarë ndodh? Kështu thuhet për shumë politikanë Sule. Unë kam shpreh dyshimet e mia edhe për një politikan tonin ashtu, po lere, kalojmë që ai nuk është më ai që ka qenë në pamje në të gjitha, po e lejmë atë. Po njerëzit çuditshëm është. Dalim në një temë tjetër, e lëmë këtë se është e frikshme. Ky thot çfarë mund bëjmë ne për këtë? Nëse nuk lëvizim, thot, do të vinë se do të zhduken më shumë njerëz. Në 95 tani çfarë deklaron?
aktualisht rreth 100.000 fëmijë sipas listave FBR-s janë zhdukur pa lëngjur. Kurse në total zhdukur 1 milion vit Shtetet e Bashkuara 100.000 janë shumë pak. Fëmijë janë shumë pak, sepse ka zhdukje më shumë. Bashkë me të rriturit janë rreth 1 milion në vit. Ne thot nuk na ka mbetur shumë kohë, qeveria teknologjike, e quajnë qeveria teknologjike e këtij planeti, po e shkatron këtë planet derisa të zhduk gjithë gjërat e nevojshme. Nuk po ju kërkoj të bëni atë që bëj unë, thot, por mos besoni asgjë nga ato që dëgjoni në televizor, thot. Sa mirë jam unë që ka vite që shoh televizor. Ka dhe njerëz tjerë që nuk janë prezent sot dhe që nuk duan të dëgjojnë, thot. Dje një person më thoshte, më vjen keq por unë i përkas një organizate ushtarake, thot, dhe nuk mund të besoj të jashtë toksorët. Nuk ka fakte për ta. I tregova metalin, thot. Kjo është shumë e bukur, thot. Po ky mund të jetë plumb, thot. Ky nuk është plumb, i thash. Ky material mund të bluaj diamantin. Kam një safir që ka forcinë 9 dhe që vjen direkt mas diamantit për forci. Ky material, thot, që po mbajnë në dorë, e theu safirin dyshi, thot. Zona 51 është një nga 131 bazat toksore. Nga 131 baza, thot, zona 51 është mega baza, sepse ka shumë baza brenda. Zona 51 së 2 së 4 grumleke me radhë. Kjo mega bazë thith një pjesë të madhe të ardhurave brute kombëtare. Sot, thot, për 95-ën, shpenzojmë 28% të ardhurave brute kombëtare për ndërtimin e bazave toksore. Dhe kjo shumë nuk llogaritet e shpenzimet kombëtare të mbrojtjes. Ky buxheti i zi i shmanget plotësisht Kongresit. Ky shmanget Kongresit. Shtetet e Bashkuara harxojnë 800 miliardë në vit. Janë vend parë. Vini rusët duket. Po problemi është që këtyre kur ju kërkohet llogari për këta çojnë ato letrat me siglime të zeza që sekret kombëtar dhe nuk jepet llogari. Sekreti i bazave toksore thotë është një urdhër që është nënshkruar gjatë kohës Eisenhower, menjëherë pas marrëveshjes 54-s. Marrja e planetit nga jashtë toksorët është një rrezik serioz. Bazat në toksore shërbejnë jashtë toksore për vënë zbatime atë në tyre. Një qeveri botërore në kundërshti totale me lirinë e zgjedhjes. A të bëj një pyetje Sule? Se unë marr spunto nga këto që flet ti, miq duhet dini që nuk është skenari përgatitur, unë marr spunto nga këto që thot nxitje, kërkoj ndjes, jo spunto, kërkoj ndjes. Edhe më lind një mendim kështu, jam i çik. Shiko. Në zonën 5, shiko, ka një gjë herë, në Durrëse presupozohet që ka bashkëpunim, si dhe në shumë baza tjera, jashtë toksor. Pra ka nivele që punojnë bashkë, ka nivele të thella që ty s'lejohet zbresë. Bile Costello thotë që kishte shpesh probleme për raca njerëzore kurioze që zbrisnin. Zbrisnin draku i madh. Zbrisnin atje dhe thërishte ai draku i madh i thoshte. Costello s'e me grita ma. Costello që me drakut. Po, hajde këtu i thosh ai se kështu ka ndodhe shpeshherë thot Costello, më është dashur të kërkoj më ktheni këtë apo më ktheni atë. Po. Tash pyetja ime është kjo. Në zonën 51 kemi të bëjmë me toksorët që kryejnë eksperimente me jashtë toksor dhe me objektet e tyre. Po. Në Durrëse sikur ndodhe kundërta. Kemi këtë pjesën që janë toksorët, por pjesa e thellë ku nuk hyn dot këta janë jashtë toksorët që kryejnë eksperimente me njerëzit edhe me kafshët. Kemi një ndarje të këtill? Shiko. Nuk më me dietë e pakta të mia nuk më rezulton që në zonën 51 të ketë eksperimente të jashtë toksorëve. Jashtë toksorët kryesisht janë në tokë që ai në tokë ri, po rrëmbimet të përmendim një rrëmbim që e vërtetoi Costello, pra ne them ai nuk gënjen fare. Në një moment në nivelin 4 apo 5, një rutinë ditore, që njëri, sepse njerëzit ju fusin në kafas, që të marrin vesh se s'dua të flas për të. Të lutem regjia, ke një material aty që thot nivelet. Nxirë pak, lutem. Nivelet. Ndërkohë tregojmë një rast. Edhe vazhdon flet Sula. Më fal Sula, sa ta nxjerrin dhe ato nivelet. Po, okay. I vjen njëri dhe i thot, unë nuk jam i çmendur, i thot këti.
Unë jam filani dhe thot emri, unë s'kujtohet emri, po e gjej. Skarat, si nuk. Jam filani dhe po deshe thot pyet, mos mendoj njerëzit që këta në darkë shkonin në shtëpi. Edhe Kostela shkonin në shtëpi, por kishin firmosur një marrëveshje. Folën për çka bëjnë punë, Më fal, Sule. humblin jetën. Shiko. Pa. Po patët mundësi të hiqni ato gjërat e tjera dhe të lini vetëm pjesën e niveleve, Shiko, do u jetë thot, më mirë. në nivelin 5 kishte objekte ebe, e di që është ebe. Çfarë është kjo? Janë- Prandaj e desha këtë të dali Sule për të konkretizuar diçka. Me që po flisje për Ja, nivelet, po, thot, niveli 4 është ai që fola unë pak përpara që ndajnë shpirtin e tjerë. Ça janë këto subjektet EB në nivelin 5? Extraterrestrial biologic entity. Entitete biologjik jashtëtoksor. Ke niveli 5. Po, dhe të niveli nuk kujtohet ajo laboratori i ëndrarve quhesh, më duket që është 7 ajo apo 6. Aty ishte të merri moth, ishin futur për kafaze dhe bonin ca eksperimente që e lëm një herë sot për sot. Niveli 6 thot kishte laborator gjenetik ku kryeshin eksperimente mbi kafsh dhe njerëz të cilët ishin ndryshuar dukshëm nga forma e tyre origjinale. Kishte njerëz thot me këmbë të shumta ose krah dhe kafaze në të cilat mbaheshin humanoid të ngjashëm me lakuriqtë e natës. Ti tani do se s'po flasim për këtë sot. Jo, Nania çfarë ishte niveli Nania? 7, niveli 7 thot është pa dyshim zona më e tmerrshme dhe e mbrojtur e bazës. Thomas kishte gjetur njerëz në kafaze dhe kjo e shtyu atë të merrte vendimin e tij përfundimtar e tjera. Mundi të shite qindra mbetje njerëzore dhe embrione hibride humanoide të mbajtura në ngrirës për eksperimentet e ardhshme. Po normal. Pra 6 ishte ky që ka njerëz me krah e me kështu e me ashtu. Kto janë të gjitha si miq, janë të gjitha si mas Thomas Costellos. Pastaj Shko të themi gjatë për Kostelën çik. I vjen njëri i thot, e mbani për çmendurat. Unë si jam i çmendurit e jam filani. Dil pyet për mua dhe siç më thua ti mua që ke rëshqitur. Po, jo, unë them ka ik mbretëresha. Ka ik mbretëresha po. Koshere se ka ik Del mbretëresha. në sipërfaqe, po, edhe në një moment i thot, Dhe çuna të regjistë, shikon ti. nuk le, i thot kurnatit i cili ishte punonte në polici. Por i thot, pyeti çik për filonin dhe jep emrin e këtij që ishte në tokë. Mirë, i tha, mbas një javë dhe ore pyeta për atë, tha, haj, tha, ky, është dukur, tha. Ka një muj që është dukur, tha, po zakonisht këta, tha, gjene i shoqet vetë, tha, i kështu është duke, tha, në Amerikë është e zakonshme kjo. Mirë, falim, që e doshe, jo, kod pyeta, i tha, nuk. Zbrende i thot, po pyeta për ti, dhe mbas 3 ditës atë nuk e pamë. Ky është një fakt që vërteton që ishte me emër me mbi emër. Shkruajtur dhe gazetat. Mirë, ja kanë bëjtë çdo që merret me llafet, me thashë theme pyet për pirë. Tani, mirë, kjo është, shiko. Ky thosh vetë, unë leja ime, se e tregonte edhe lejen, jam deri te -9, thonë. Unë nuk zbres dhe shpjegonte që edhe ashensorët punoni vetëm për një kath. Po. Pra, ti zbret -1 del jashtë. Hypën te pjeti pas ku te -2. Çdo kat një ashensor ndrohet, çdo kat ndrohet ashensori për të zbritur një kat. Dhe burimi i energjisë që magnetizmi. Ai prandaj thot Sule, që ata janë të interesuar. Qoftë ndriçimi, qoftë. Çdo gjë është magnetike. Nuk ka kablo elektrike, nuk ka rrymë elektrike, edhe ndriçimi është me magnetizëm, gjithë lëvizjet, ashensorët, gjithçka është mbi bazën e magnetizmit. Kështu që edhe themi gjë të bukur këtu se ky përmend ca gjëra Të që gjitha të bukura i ke thënë për atë. prit. Snyder flet për bombën e vendosur në ndërtesën Murrah në Oklahoma. Qofse e ke lexuar, është botuar këtu një Jim Marsit një libër dhe këmbgulçi që vepër ushtrisë sepse 2 ditë më parë thotë janë marrë kamion të ushtrisë nga shkarkojnë materiale. Po. Bomba Oklahoma është janë Oklahoma parë materiale të Është ushtarakut. ky quhetur Timothy McVeigh. Atë kapën Dashko Urbani. Ishte i radhës që Pastaj përmend gjithashtu tentativën për të hedhur në erë World Trade Centerin. Është bërë një tentativë para 2001 shtatorit. Në 93-shin. Po. Tani regjia jemi me regjistrim, le të shkoj sa doj, nuk ke takim tash, e ke ditën e njëjtë në orën 7. jeni saktë. E fundit kjo. Çfarë ndodhi? Në 93-shin kam bërë dhe film Hollywoodi. Hollywoodi natyrisht i çon drejtimin e dur këto gjëra. Po.
futet një furgon me bomba, për të hedhur në erë, futet të bodrume të parkinget poshtë të World Trade Center, ndërkohë vjen FBI-a dhe arreston. Natyrisht, 2 terroristë islamik, vinin nga Egypti, i arrestuan dhe i çojnë në gjyq. Çfarë ndodh në gjyq? Vjen avokati këtyre dhe i thot gjyqtarit, mund ta dëgjojmë çik këtë kasetën, i thot. Po, i thot ai, e vën kasetën, çka kishin incizuar, që treguar më inteligjenta terroristët. Në momentin e blerjes bombës nga një agent i FBI-s, e kishin incizuar audio, dhe ai shpjegonte se si funksionon, si vjet në punë bomba këtu i FBI-s. Gjyqtari e dëgjoi, tha, i bie çekiçit, gjyqi mbyllet dhe për siguri kombëtare. Siguri kombëtare, këto fjalë të papara. Siguri kombëtare mbyllë ju shpitha dhe kështu që ju dështoi ajo. Tani mundësisht doja të nxirrni pak fotografi numër 5. Që ta mbyllim pak edhe nëse kanë një kërkesë për këtë, shumë interesant. Kur bëhet gati, ç'është fotografia 5 është? USS Eldridge, është një destroyer i cili u përdor te eksperimenti i Filadelfias. Po. I ushtrisë amerikane më vonë ja falën këta marinës greke, mbaj mend. Ndërkohë, ky është edhe atë tjetrën, ky është USS Eldridge. Fotografia është bërë në një nga dhomat brenda të ku ishin ai ashtoksori bashkë me po atë që po që ishte ai me rrethin e kuq, po. Dhe ka edhe një fotografi tjetër po të kësaj, po e gjete. Ajo ka si fotografi interesante sepse tregon edhe zakonisht kur zhduke nga pamja e se ka menin ke materialet e ke takimi në orën 7 ai muhabetin. Po mirë. Ja kjo. Bravo. Kjo reja që krijohet aty, nga të ngjyrë me atë blun, krijohet në momentin kur gjeneroni fushat fuqishme elektromagnetike, të cilat e zhdukin këta. Zhdukin nga pamja jonë. Pamësisht që edhe kjo që ne perceptojmë ky realiteti që themi objektiv. Në fakt ne shohim në subjektive, dhe na gjen mendja që ne shohim çdo gjë. Ky është USS Eldridge. Dhe po që kismet do mund të bëjmë në një emision për këtë. Ke eksperimenti Philadelphia se ke fjalë. Eksperimenti Philadelphia është shumë interesant. Ne zhdukën të 450 km u gjendë në Norfolk, Virginia nga New Yorku. Aty do të debatojmë bashkë. Aty sa duhesh. Nuk do jemi më në bashkë bisedim, po do të debatojmë aty. Sleri gjë. Jo, Slecuni. Mirë, Sulem, duket se i trajtuam, apo keni gjë tjetër? Jo. Atës janë dak. Jo, mbarojmë këtu e mbyllim se janë dakord me atë të Kostelës. Njerëzit nuk besojnë. Jo, shiko, unë mendoj që nuk ka arsye të hapemi shumë ke ato që thot Costello, sepse jo thjesht se besojnë njerëzit, se ne e kemi thënë që në fillim të emisionit. Nuk kërkojmë të besoni ato që ne themi, Sule. Bëni hulumtimet tuaja, kërkoni. Ju duken prralla. Përdorini për të fjetur gjumë. S'ka problem fare, nëse nuk ju ze gjumi me telenovelat edhe me vllajën e madh, flini me prrallat tona, nuk është ky problemi. Problemi është që ne kërkojmë gjithsesi t'ju nxisim të hulumtoni vetë. Nuk pretendojmë absolutisht që është gjithçka siç themi ne. Nëse s'ke gjë Sule, atëherë miq, ju falenderoj që na ndiqni. Si gjithmonë ju kërkoj mundësisht komentet tuaja, çfarë mendoni për gjithë këto që tham. Në rast se video ju pëlqen, na nxitni më tepër duke dhënë përqimin tuaj, gishtin lart kemi thënë, ose like. Ose jo, nuk themi më fjalë tuaja. Jo, like, like. Kam like, jo se më pranë po. Jo se kujtojnë se kemi me like Florirës. Por në të kundërt gishtin poshtë, një 4 e kishin vënë kësaj radhe, jeni të nderuar dhe ju 4 që keni vënë gishtin poshtë, s'ka problem fare. Më shpëtuar. Javën tjetër. Me Sulën kemi menduar të trajtojmë temën Rasputin. Ishte demon apo ishte shenjtë? Kush ishte? Ta shikojmë në emisionin tjetër. Gjatë kësaj kohe mund të gërmoni diçka, mund të shihni diçka për të. Atëherë, ju falenderoj shumë.
dhe njerë kërkoj ndjes që sot nuk jemi direkt me ju, por tash është çuni zgjuar, e ka parasysh vetaj që takimet ditën e njëjtë në orën 7 hiqen nga agenda aty dhe të vazhdojmë ka në dispozicion gjithë javën. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë duhet të themi. Natën e mirë se Mirë, natë është. natën e mirë, se do qoftë. Natën e mirë, faleminderit.